Почитувани дами и господа, љубители на карате спортот, почитувани представници од централната и локалната власт, почитуван председателя на Карате Федерацијата на Македонија господине Петар Белистојановски, почитуван подпредседател на Карате Федерација на Косово, представници од Албанија, Црна Гора, Србија и Бугарија. Ви посакуваме топло добре дојде на 19-тиот меѓународен карате турнир организиран од карате клубот Фати од Тетово. Të nderuar, është një rresi e veçantë e arritje kur kësaj ftese përgjigjen pozitivisht shumë klube të nivelit të lartë, emra të njohur nga vendi dhe jashtë, andaj më lironi pa më përkohë që të ftoj klubet pjesëmarrëse që të realizojnë në Sivia. Голема е честа и почита кога на поканата позитивно одговараат многу клубови, познати во и надвор од државата, и затоа е дозволете ни да ги поканиме клубовите учесници да се постојат. Klubi Karates Vazari, Klubi Karates Asërgjina, Klubi Karates Lubova, Klubi Karates Atim Ramadani, Klubi Karates Vjosa, Klubi Karates Fush Kosovë, Karate Club Gjorgji Petrov Skopje, Karate Club Arena Stuka, Klubi Karates Asjar, Klubi Karates Basar, Klubi Karates Bashkimi, Klubi Karates Vesa, Klubi Karates Bonsai, Klubi Karates Gladiator, Klubi Karates Festival Doce, Klubi Karates Dini, Klubi Karates Kizano, Klubi Karates Koçano, Klubi Karates Kumanovo, 75, Klubi Karates Kursuto, Klubi Karates Rashado, Klubi Karates Mentaluni, Klubi Karates Olimpik, Klubi Karates Filia, Klubi Karates Samurai, Klubi Karates Ormotovine Kate, Klubi Karates Tiga, Klubi Karates Tivesh, Klubi Karates Ramen, Klubi Karates Usman, Klubi Karates Forza, Klubi Karates Kumakoshi Rigi, Klubi Karates Čore, Klubi Karates Škodija, Klubi Karates Šovu, Klubi Karates Lučini, Klubi Karates Iskra Farnidor Lovra, dhe në hoqimi këtë torneo Klubi Karates Fati Tetovo. Tani na lejoni që të ftojmë në sjetë të gjithë gjyqtarët, të cilët me profesionalizmin dhe e gjithë në nivel të shkëlqyer kanë bërë dhe vlerësimin e garuesve. Dikush ka ekipi Atim Ramadani për një. Nëse vijemi në këndin e organizatorit, të mendosh 19 vite punë për plot sakrifica dhe përvjekje për të arritur që të jenë në këto nivel organizimet e garave ndërkombëtare, nuk mund të arrijnë pa mbështetjen e partnerëve të ndryshëm. Prandaj na lejoni që të falenderojmë të gjithë ata që vlerësojnë kontributin e dhënë nga klubi i Karates Fati Tetovo dhe mbështesin organizimin e një aktiviteti të tillë. Ne do të ftojmë përfaqësuesin e komunës së Tetovos, zoti Basri Mehmetali, i cili do të marrë një muaj nga organizatorët dhe gjithashtu edhe një fjalë përshëndetëse për aktivitetin. Tetova është qendër e këtij eventi të kaq të madh të karates Tetova Open 2022. Ne si komunë, administrata e saj është zëtuar për ndryshim
andaj bashkëpunimi që komuna jonë ka poshtë nga këtyre sportistëve të rinj do të jetë në vazhdimsi, andaj në këtë event të 19 me radhë edhe të gjithë sportistëve fillimisht ju uroj shëndet, le të fitojnë me miri dhe le të fitojnë të gjithë. Ju falenderit dhe të fërbarë. Го повикувам председателот на Карате Федерацијата на Македонија, господинот Петар Велистојановски, да прими плакета и да зема збор. Почитуван и драг пријателе, персонални отношени, почитувани уважени гости, почитувани судии, спортисти, спортски работници, родители, почитувани љубеници во карате спортот. Чест и задоволство ми е во името на најдобрата спортска федерација, Карате Федерацијата на Македонија, да ве поздравам. Петов опет е традиционален и престижен меѓународен турнир, низ кого поминале голем број наградни спортисти од Македонија, а и од странство и го трасирале патот до висините на светското карате. Организаторот Карате клуб Фати, предводен од тренерската легенда, директорот на Фондацијата Хусеини, сите овие години постигнало многу резултати со кои што се гордеела Карате Федерацијата на Македонија. Резултати како што се петкратен европски prvак, 2 сениорски медали, медитерански, балкански и низа национални одличија и мината како што се наберат екипи до Амасмани го потврдува дека Фати е еден од нашите најуспешни клубови. На крај, на сите учесници кои посакат да бидете на висина на задачата и да имате успешен настап. Благодарам. Në planet mirënjohje nga organizatorëve është përgatitur edhe për zotin Nazmin Tatolli, i cili na ka ndërruar me prezencën e tij, është njëkohësisht kryetari i Federatës së Kosovës dhe e ftojmë që edhe të përshëndesë aktivitetin. Леонича, kada nešto благодаря представители на Федерацията на Славист, покровя чрез видом спорта каратес на Вашлави, комбинирача на Аман, квадрата за каратес Косовас, креаторите на Никоши, на Аман, тем персонал, ki përcjellën përgjimet dhe urimet për këtë organizim dhe dëshirojmë dhe urojmë që sot të kanë emision më mirë dhe të fitojnë më i miri. Bashkëpunimi dhe organizimit të tilla i ndihmojnë fillimisht karates, pastaj edhe në rrugë të tjera të organizohen mes nesh. Suksese pas. Gjithashtu një planet mirënjohje është edhe për një kontribues të drejtë të sportit të karates, zoti Bejtullah Ademi. Макша побита. Në kryetarin e shoqërisë kulturore artistike Gjinatise Qiri, zoti Jeton Pustina, dhe për të është përgatitur një plaket falënderimin. Disa mirënjohje janë përgatitur edhe për mbështetësit e tjerë, partnerë të përhershëm të këtij aktiviteti dhe do të ftojmë me radhë, ndërkohë që organizatorët shpërndajnë ato mirënjohje. Ftojmë zotin Shaban Sinani, përfaqësues në televizionin Klan Macedonia, të marrë një mirënjohje për punën e tyre të parlamentit. Zuran Safetini nga RTV2, zoti Mevari Paptia, drejtori i televizionit Koha,
Zoti Aleksandër Samargjie, gjithashtu ftojmë edhe profesionistit nga Luma Grafik për të marrë detaj në mirëloje. Gjithashtu mirëloje janë përgatitur edhe për mediat e tjera, të cilët kanë qenë të ftuar, por momentalisht askush nuk është këtu për të tërhequr ato mirëloje. Tashmë, në këtë moment të fundit, për të mbajtur fjalën e tij, do ftojmë njeriu i cili dha kontributin më të madh dhe ka provuar për të gjithë këtë organizim kaq madhështor, një manifestim tradicional tashmë të kryer në sportin e karates. Do të ftojmë organizatorin e turneut të 19 radhë, në turneun ndërkombëtar në karate, me bërësha dhe trajner në klubit të karates Fatin në Top, zotin Arlit Huseni. За край, големо е задоволството да го поканиш човекот кој што му даде вистинско место на овој спорт во општина Тетово и воедно организаторот на 19-тиот меѓународен турнир во карате и тренер на карате клубот Фати од Тетово, господинот Арlit Huseni. Nderuar të pranishëm, nderuar sportist, trener, seleksionues, punëtor sportiv, media, refer, nderuar pushtetit lokal të qendror, kryetari i Federatës Kosovës, kryetari i Federatës Pozionisë së Veriut, zoti Petar Peristojnovski, dhe të nderuar sportist, nderuar të pranishëm. Më lejoni që në fjalën e mia unikshëm ju them se sportistët janë ambasadorët më të denjë të këtij vendi, ose të një kombi. Unë si në përqim i turneut të 19 ndërkombëtar Adolf Open, i cili u zhvillohet tradicionalisht, që ju falenderoj që më kaq pasivitet jeni përgjigjur ftesës tonë dhe ju premtoj që në të ardhmen do të vazhdojmë në cilësi edhe më të larta që ky manifestim të jetë pse jo edhe në nivel evropian. Andaj edhe një herë ju falenderoj përgjithësisht edhe donatorët, edhe përkrahësit, klubet nga vendi dhe jashtë, referat posaçërisht, media, gazetarët, ekipin mjekësor. Ju falenderoj edhe një herë. Почитувани присутни, спортисти, тренери, селектори, неважният отдел зуби, доктори, завистничен класа, почитувам председател на Карате Федерация на Македония Петър Peristojnovski, почитувам подпредседател на Карате Федерация на Косово господин Газмет Николи, представници от общината, от централната власт. Денеска Тетово слави и како организатор на 19-тиот меѓународен карате турнир Тетово Open се чувствувам особено длабоко во овој турнир и понатамо ќе продолжи со поголеми квалитети и се надевам дека и понатамо че имаме гласност уште повише поради тоа што квалитетот на овој турнир расте секоја година. Ви благодарам уште еднаш за сите вас присутни, клубови, спортисти, тренери и така натаму. Благодарам многу. Се гледаме на турнирот циклус. Nderuar gjyqtar profesor, Atanas Ollava, fjala është për ju. Го повикувам врховниот судија на натпреварот, Владимир Атанасов, да го отвори спортскиот дел на натпреварот.
4 kata ženski individualno 2012 godina.
ръковите женски 2200 минус 45 кг. Абази Диона, Асия Гостева и Османи Неврие, Ривия Матейче. Mamy dwa sterne kategorie. Kobieta mężczyzny 12 minus 30 kg. Czobowicz Amar, Ulcin Montenegro, Naleski Dragan, Czole Ochry, Saliu Sia, Asja Gostiwa, Demiri Ilion, Škendia Tietovo, Viljanje Ron, Škendia Tietovo, Zubje Usna, Agim Ramadani Kosovo, Vitanovski Slavijan, Čole Ochri, Ilkovski Petar, Ljubodan Tietovo, Daku Amar, Agim Ramadani Kosovo, Selimi Ligan, Asja Gostiva, Todorovski Aleksandrov, Zamer Skopje, Ilijevski Borjan, Ljubodan Tietovo, Georgi Joševski, Olimpik Sport Liceu, Viljanje Lina, Raškimir 2002, Damjanovski Teo, Čole Ohri, 22, Komite mężczyzn 12 minus 30 kg. Kata ženski individualna 2012 godina. Velkova Marija, Suto Ohri, Dimitrijevska Bojana, Goševićen Skopje, Harizova Elena, Tikveška Vadarci, Luma Nasije, Forza Skopje, Postojčinovska Isidora, Suto Ohri i Meri Majlinda,